Vazoja është e thyer dhe riparimi i saj do të jetë shumë i vështirë. Fatih Birol, drejtuesi ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, i vë një vizë të prerë të ardhmes në ngushticën e Hormuzit. Ai e bën këtë duke folur me të përditshmen turke. Hurriet, Birol me komsi turke po çon haptazi përpara një projekti alternativ, natyrisht made in Turkey. Është momenti i dur, thot ai, për të ndërtuar një naftsjellës të ri që lidh fushat naftëmbajtëse irakiane të Basrës me terminalin mesdhetar turk të Ceyhanit. Ky do të ishte një projekt jashtëzakonisht tërheqës dhe shumë i rëndësishëm si për Irakun ashtu edhe për Turqinë, ashtu edhe për sigurinë e furnizimeve rajonale, sidomos nga këndvështrimi evropian. Sipas Birol, çështja e parave për projektin mund të zgjidhej në mbështetjen e Brukselit dhe një marrëveshje politike mes Bagdadit dhe Ankaras është më së arritshme. Koha e kësaj interviste nuk është as pak e rastësishme, teksa Hormuzi është bllokuar sërish nga iranianët nga brenda dhe i rrethuar nga jashtë për flotës amerikane. Destabiliteti asaj pjese të detit dhe mbi të gjitha i transportit të gazit dhe naftës që kalon përmes saj është gjithnjë më pak një çështje teorike dhe gjithnjë më shumë një dëm konkret për të gjithë, nga prodhuesit te konsumatorët. Të gjitha vendet e xhirit po qajnë me lot mbi Hormuzin, por edhe Iraku varet nga ngushtica për të eksportuar naftën bruto nga porti i Basrës, ku gjenden rreth 90 miliard fuqi rezerva të certifikuara dhe gjenerojnë rreth 90% të eksporteve energjetike të vendit. Për më tepër, një rrugë alternative për të dalë nga xhiri persik përmes detit nuk ka. Dhe me që edhe ngushtica e Bab el Mandeb, porta e lotëve, që mbyll në jug detin e Kuq drejt Oqeanit Indian, shihet vazhdimisht si një kalim i rrezikshëm. Alternativa mbetet vetëm ajo e përdorimit të tubave në tokë, në vend të anijeve. Dhe pikërisht këtu ku Turqia vjen me lëvizjen e saj strategjike. Aktualisht Ankaraja është goditur fort nga pasojat e konfliktit aktual, sepse ajo importon rreth 90% të nevojave të saj energjetike, me një faturë vjetore prej 60 deri në 65 miliard dollar. Prandaj rritja e çmimeve të naftës do të thotë që inflacioni po arrin në rreth 31%. Lira është në nivelet minimale historike dhe eksportet drejt vendeve të xhirit kanë rënë me 37% vetëm në muajin mars. Por kjo nuk do të thotë se ajo është e papërgatitur ndaj pasojave. Përkundrazi, skenarët e rinj mund t'i japin asaj shumë kënaqësi dhe mbi të gjitha një rol si strumbullari në tregtinë energjetike. Pas mbylljes së ngushticës, Iraku dhe Kurdistani kanë rënë dakord për rihapjen e naftsjellësit Kiruk Ceyhan, i cili transporton 250.000 fuqi në ditë. Pastaj është naftësjellësi Baku Ceyhan, 1700 kilometra i gjatë, që sjell tashmë deri në 1.2 milion fuqi në ditë drejt Mesdheut. Po ashtu çdo ditë mbi 3.5 milion fuqi naftë kalojnë përmes Bosforit. Është ky rrjeti që Turqia dëshiron të zgjerojë me disa lëvizje simultane, të zjas drejt jugut naftësjellësin Kiruk Ceyhan deri në Basra, pra projektin e sponsorizuar nga Birol, gjithashtu të çojë përpara të ashtu quajturën Development Road, një rrjet hekurudhor dhe rrugor që do të lidhte xhirin me Evropën, duke kaluar përmes Irakut dhe në fund të zgjerojë korridorin e mesëm, rrugën toksore që bashkon Kinën me Evropën përmes Kaukazit. Projekt kyçi të cilit TRIPP, rruga e Trumpit për paqe dhe prosperitet ndërkombëtar, një lidhje mes Turqisë dhe Azerbajxhanit përmes Armenisë, e prezantuar në Shtëpinë e Bardhë në shkurt, së bashku me një marrëveshje paqeje paraprake mes dy ish republikave sovjetike. Tani ndoshta mund të ndryshojë emri i projektit, duke parë edhe popularitetin e rënje të shefit të Shtëpisë së Bardhë, por sigurisht jo substanca. Sidoqoftë, interesat në lojë shkojnë përtej fuqive të naftës dhe momentit aktual. Nga njëra anë, sepse në planin afatmesëm një kuotë domethënëse e flukseve energjetike nga Azia qendrore dhe e xhirit drejt Evropës do të kalonte përmes territorit turk, Ankaraja do të fitonte një fuqi kontraktuese të paprecedent. Presidenti turk Erdogan e ka artikuluar tashmë këtë vizion pa ndonjë modesti. Turqia dallohet si një ishull stabiliteti dhe port i sigurt. Ne besojmë me gjithë zemër se kjo krizë globale do të hapë dyer të reja për vendin tonë, por përveç planit ekonomik, është ai gjeopolitik në një diapazon më të gjerë ku Turqia ka vënë një bazë të madh. Me një Iran të gjymtuar, Ankaraja shfaqet si e vetmja fuqi me kapacitet ushtarak, kompetencë industriale dhe projekcion kulturor për të rindërtuar ekuilibrat në lindjen e mesme të zgjeruar. 41 anije lufte, po ndërtohen në të njëjtën kohë. Industria e dronëve të lehtë është ndër më të lulëzuarat në nivel kombëtar. Kuotat e prodhimit të armatimeve kombëtare kanë kaluar 80%, krahasuar me 20% të viteve të para të viteve 2000. Pastaj është antarësimi në NATO, stërvitjet e së cilës do të i mikpres në korrik. Këta janë element që lobojnë që edhe projektet e naftësjellësve të konkretizohen, por edhe të bëhet realitet aspirata e fuqisë së madhe rajonale.